Një le të themi histori inspiruese, një vajzë 14 vjeçare nga Kosova, nga Kaçaniku, pra bëhet fjalë për Flutura Zenelin, e cila ka marrë pjesë në kampionatin ballkanik, edhe nga aty del me medaljen e argjend në kategorinë 58 kg. Në këtu e kam me veti diplomën e arritur të suksesit. Kosova. Perfekt. Përpos kësaj e ka arrit edhe medaljen e argjend që është kjo. Para shihet që është U15 Balkan Championship dhe këtu figuron një datë 1930 edhe prapa është logo ose më mirë thënë dy mundës që e tregon sportin e mundjes. Me neve Flutura Zeneli Flutura, faleminderit që sonte shumë me neve, me dëgjues të Radio Dugaxhinit me tregu historinë rreth sportit të mundjes. Faleminderit edhe për ftesën. Është shumë interesant fakti që në sportet luftarake në përgjithësi në Kosovë numri i vajzave ose çikave që marrin pjesë në këto sporte është pak më i vogël. Si qëndron puna tejo në Kaçanik? Në Kaçanik edhe në fillimin e hapjes së klubit ka pas më shumë femra se sa meshkuj. Do më thonë e kundërta? Po. Ue, a dihet numri tyne sa është për shembull? Nuk dihet numri, por mesatarja ka qenë më e lartë tek se sa te meshkujt. Po. Kur të pyet dikush çka të ka tërheq te sporti i mundjes, çka realisht ka shtyr me u marrë me sportin e mundjes? Unë gjithnjë kam pëlqyer sportet luftarake, por në Kaçanik më shumë rezultat kam pasur sporti i mundjes. Edhe e kum provu, më ka pëlqyer sporti edhe kum vazhdu. Për asaj që më tregove, ty të ka tërheq sporti i mundjes shumë herët. Pra i ki 14 vjet, po më tha që tash e 5 vjet. Po. Sa është i vështirë sporti i mundjes realisht me apliku? Me apliku? Po, për më marrë si sport. Nëse do me arrit larg, është sport shumë i rëndë, të vyet në gjitha aspektet do t'jesh e përgatitur, po besoj arrin me një kohë. Kur vendose me marrë pjesë në kampionat ballkanik? A është kjo për zgjedhje apo është? Jo, është kur bësh e para e Kosovës dhe mendon federata të përzgjedh ty. Qysh ka si përvojë ballkaniku tregon? Një përvojë shumë e mirë me përfaqësu Kosovën në një garë kaq të madhe ndërkombëtare dhe me medaljen që kam arrit jam shumë e kënaqur. Vendi i dytë, fantastike. Po e ke pas edhe një betejë shumë interesant për betejën finale. E ke pas ballafaqimin me kundërshtarën serbe. Po. Kum pas pak më shumë emocione se në lojra tjera, por ja ka vlet me fituata. Çka dallon sportin e mundjes? Qysh i përshkruan për shembull kur është puna te pikët ose teknikat ose a është më i komplikuar se sportet tjera? Nuk është edhe shumë më ndryshe, por ka pak dallime, nuk është i shumë i ndërlikuar, por në fillim normal të gjithëve ju doket më vështirë. Më i vështirë. Po. A është ideja me zhvendos kundërshtarin jashtë tatamit për me marrë pikë apo merren pikët edhe brenda? Mundesh edhe me zhvendos jashtë edhe brenda, mvaret. Kur e ke fituar medaljen e argjend, kur e ngjit në podium, çka të ka shkuar në mend çato momente? Normalisht para se me në podium kiko mu qetësu me ndru rrobat më vesh me trenerkat federatës, por në Rumani aty u ka ndosh si ta fitojsh luftën, ke pas me në podium më njerë, edhe unë në ato momente nuk jam kone e knaqt me vetin. Pse? Kum dasht medaljen e artë. Nuk më ka pëlqy se ku mu. Ku ka qenë dallimit te finalja që nuk e ka arrit medaljen e artë? Me kundërshtarën që jam përla në finalje, nuk është hera e parë se kum pësu humbje ndaj saj. Me ta jam përla edhe në kampionatin evropian në Itali këtë vit, edhe aty kum pësu humbje në 1/4 në finaljes. Do më thonë ballkanik e shku ma lartë se sa në evropian. Po. Cilat kanë qenë garat kryesore që ka marrë pjesë gjatë këtij viti?
Kampionati ballkanik, kampionati evropian edhe gara ndërkombëtare të ndryshme. Okej, në Kosovë the je e para, është titulli i parë në Kosovë, ki edhe tjerë. Jo, kam shumë herë e para Kosovës. Ma shumë se një herë. Po. Apo ki vend për medalje edhe për trofej ku milion? Po, i kam. Ja ke ndrejt vendin, a? Po. Sa më shumë më mirë. Je 14 vjeçare, po sigurisht i ki planifikimet e tua për të ardhmen. Ku janë synimet e tua realisht, ku e sheh veten në distancë kohore pak më të madhe? Shpresoj që në të ardhmen të kem medalje ose suksese më të mëdha, si në garat në botror dhe më lart në olimpiad, shpresoj. Por këta e ku mendu si planifikime. Si planifikim, po. Konkurenca ku jeti, sa është e fortë në botë, në ranglistë? Konkurenca është shumë e madhe, ka shumë kundërshtare në çdo shtet, janë të gjitha të forta, veç dallon shumë pak prej vendit të parë dhe vendeve të tjera. Ajo është disiplina, po, disiplina është. Disiplina. Okej. E kjo kundërshtare që ke pas në finalen e Ballkanikut. Po. A ka titull të fituar më herët? A është në renditje shumë e lartë? Nuk e kum kërku, nuk e kum këshyra, po Okej. Edhe sa i përket kushteve për shembull, sa i keni kushtet për më marrë me mundje, sa për kraheni? Përkrahja është shumë e mirë edhe nga trenerët edhe nga federata, nga të gjithë, për kushtet gjithmonë mund të janë edhe më të mira. Kuptohet. Sa e kënaqur me veten deri tash? Jam e kënaqur, po shpresoj për më shumë. Ku më dash më shumë. Pa e zonë vendin e parë, po më duket si e kënaqur, a? Jo, edhe bashkë. Kush është trajneri realisht që trajneri jot i parë që ndoshta me një farformë edhe i falenderosh për këtë ku je? Po, trajneri Ferhat Ramadani, të cilit i falenderojmë shumë, ai është arsyeja pse unë jam ende në këtë sport, se kur kam qenë më e vogël nuk kam pas synime për me arrit, por ai më ka shtyr të vazhdoj. Mundjen e ke fillu pak a shumë si hobi? Po. Edhe dul tash që ke metë në mundje. Po. Sa është e vështirë me menaxhu edhe sportin edhe njëkohësisht me pas fokusin te shkolla? Është shumë e vështirë, por ja dal. Disi, neve na bie me shku shumë na për kompe përgatitore, që do të thotë shkojmë jashtë vendit për një javë, 2 javë, edhe na bie me mungu shumë shkollën, por nuk është edhe shumë e lehtë me balancu të dyja. Mosha e re. Po. Mësuesit edhe shkolla nuk është se të kanë kriju të lashtë, domethënë e kanë kuptuar gjendjen çfarë jeti edhe me çka jetu marr. Po. Edhe ta ndon për parësi. Nuk kam problem kështu në shkollë për mungesa për shembull, nuk më thonë nuk mundesh me shku ose diçka. A ju bjen shpesh me udhëtu jashtë vendit? Po. Na bie çdo muaj. Çdo muaj ju bjen me udhëtu? Rafërsisht, po. Në cilat vende udhëtoni zakonisht? Ma shumë na bjen me shku në Maqedoni, në Bullgari, na bjen këto në shtetet fshinje. Aktualisht Kaçaniku tha që dallohet për mundje. Kush janë dikush nga mundësit që i keni më sukses shumë në rajonin e Kaçanikut? Lonisa Reka, Elsa Nikoci dhe Kanita Spaja. Tri shika, domethënë, suksesshme. Për njënën e përmendë që është edhe pesta në ranglistën botërore. Po, Lonisa Reka. Kone ki si model, si shembull, qoftë këtu te na, qoftë jashtë kështu në botë, që e ndjek si shembull? Ka shumë, për një ndër tyre është Yui Susaki, është një mundse nga Japonia. Nga Japonia? Po. Ajo është garant kampioni aktuale, a? Aktuale nuk e di, por ka qenë shumë herë kampione olimpike dhe botërore. Kampione olimpike? Me të cilën më ka ra dhe me ajo më ka udhëheq trajningin në Tallinn të Estonisë. Ja pas ka vlejt. Po.
Po flasim pak për medaljen, se në fund nuk moj pa ta bo pyetjen edhe për medaljen, kur kompletohet suksesi, kur arrihet medalja ngjitesh në podium me flamurën e Kosovës, kujt ja dedikon medaljen edhe krejt këtë sukses që ke arrit tash fundime në kampionatin ballkanik në Rumani? Ja dedikoj familjes për krajën e madhe që më jep në çdo ditë. Që kam pranu për herë të parë kur ju ke tregu që do më marrë me mundje? Në fillim nuk janë konë edhe qaq të lumtur, sidomos momin nuk ka pas shef se si vajzë më morë me sport luftarak, por pas kohë ka pranus. A ja ke ndryshu me endjen tash? Po, ja ku ndryshu me endjen. Unë të falenderoj shumë për kohën që e ke ndonë për neve dhe për dëgjuesit e Radio Dugazinit, një histori interesante për të tregu edhe ndoshta ka edhe ta tillë që e kanë mendje më marrë me mundje dhe mundën me të pas si shembull për me ndjek për suksesin që ke arritur. Si përfund edhe kisha pas qef me falenderu kryetarin e Federatës Mundjes, na i muja për mbështetjen që na bën. Naimin e një shumë gjatë dhe po mënej prej mundjes se njën vazhdimisht edhe di sa bën përpjekje për mundësi definitivisht. Faleminderit shumë prej teje dhe të uroj shumë sukses dhe uroj që përpas kampionatit evropian arrin me fitu edhe kampionatin botror, pse jo. Faleminderit shumë.